qofse Huda është trener i suksesshëm ose përzgjedhja e Hudës ka qenë e suksesshme ose jo. Edhe të pata përgjigj me ato që në qofse ne kalojmë në grupin B, do t'jetë trener i suksesshëm. Edhe sot muj me thonë me plot kuptim, edhe që Huda është ai i cili e ka bo këtë ekip të fillon ngritet fuqishëm përpara. Unë mendoj gjithë ky sukses është meritë e Fodës? Po, e Fodës. Në qoftë se e shikojmë lojën në disa dimensione, te loja, sidomos te loja e parë, lejtarët nuk kanë qenë në rrjedhën e mirë dhe në formën e mirë, muj me thonë, nuk kena pas shumë prej lojës, por pikërisht Huda i vrejti 2 qalimet e lejtarëve të Valon Berisha dhe të Vojvoda, i bëri ndrimet me ku, se isha i rrethun edhe me plot trenera rrethit, edhe e vrajtëm që këta 2 lejtarë nuk ishin bashkë në gjendjen që mujnë me dhonë maksimumin, u ndrunën me ku, arritëm një rezultat pozitiv. Ndërsa sot kemi dominu, thuajse, përveç në 15 minutat e parë. Çka vrejmë të Kosova, vrejmë një pressing tek zona e topit. Në momentin kur lejtarët e hupin topin, ata mineran e sulmojnë, dikur Pep Guardiola me Barcelonën e bëj këto shpesh. Të me thonë e pas ka kopju Pep Guardiolën, a? Po, tashti s'mujmë plot trenera tjerë. Madridin për po bashkë Barcelonë. Tashti tek... Fanë që Barcelonës që ngaj. Pressingin në zonë, kur të bëjsh ti pressingun të zona e topit, dush me qenë shumë i sigurt si ekip. Se në qoftë se nuk arrin me ndërprej aksionin, atëherë mundesh me pësu shumë keq. E kemi shka tjetër, shka shfaqet të kombëtarja jonë është karakteri i fortë. Karakteri ka ndryshu, dhe më thonë prej një disavantazhi. Që ti pas ka ndryshu pak. Në borët me kënë njëm panel. Pse ajo borët me një panel? Ka ndryshime. Ka ndryshime edhe kjo është një farë reflektimi pozitiv, se ky u ka qenë zonë kritik, po tashti ka ardhe është bind që Foda është selektori dur, edhe disa futbolista këto mujnë me dhonë hala ma shumë se sa janë të dhonë, mirë po menoj që na duhet edhe pak kohë, edhe pak duhet mi dhonë kohë kësaj Kosovë, mos me reagu më njëherë. Se ka jashtëzakonisht shumë potencial. Blendi ti e din se s'kam qenë as pro, as kundra, veç se